më të zakonshme është që a vuan ndonjë sëmundje? Pra në dijenin tuaj. Në dijenin time jo. Keni bërë ndonjë ndërhyrje te dentisti javën e fundit? Javën e fundit jo, do bëj javës tjetër. Javës tjetër. Prandaj erdha sot. Okej. Ndonjë heqje, ndonjë implant? Jo. Përsa i përket virozave që janë të shumë të... E kam kaluar para 2 javësh, një virozë. Keni marrë antibiotik? Jo. Jo. Atëherë do të bëjmë disa ekzaminime të thjeshta. Live të qita do të thënë, ja të shojmë tensionin, si e kemi. Pavarësisht se nuk është një kusht skualifikues pjesa e tensionit, por gjithmonë shikojmë raportin sistolik-diastolik dhe rrahjet e zemrës. Tensionin e keni shumë mirë. 12 praktikisht, me 7. Me 7 dhe pulsi 78. Pra, është brenda normave. Jam e kualifikueshme në këtë pikë.